edhe që nga ne kemi mënyrë të folurja, apo nuk e mendojmë shumë kur mbase i themi dhe dikujt që sa që nke dobësuar, apo sa që nke shëndoshur, mbase nuk e mendojmë çfarë efekti ka kjo fjali tek personi tjetër dhe ju e quani këtë të folurit pozitiv. Ma analizo pak më tepër këtë që nga çfarë vure re te farmacit dhe deri te kjo sa ndikon ky një batute thonë edhe pa dashje. Ajo çfarë më çuditi, qoftë nga farmacistët, por dhe qoftë nga njerëzit, është që kërkojnë në mënyrë të vazhdueshme një medikament i cili i dobëson me njëherë. Ose ka dhe vajza të cilat janë të dobta dhe duan të kenë jo vetëm një trup të shëndetshëm, por një trup i cili thekson format. Dhe ai medikamenti, pra nuk është një medikament i cili të jep forma. Pra, ai po kërkon një medikament emocional. Në përgjithësi ajo çfarë më bëri përshtypje ishte Ozempiku, për shembull. Po, dhe ne kemi trajtuar edhe ato derivatet e tjera të Ozempikut e kemi trajtuar edhe në emision dhe gjithmonë mjekët këmbgulin që ju lutem jo marr pa konsult mjeku, jo marr ky medikament nëse ju nuk keni këtë patologji apo këto të lidhura gjithmonë me diabetin